Allahun e madh dhe falenderojmë krijuesin e gjithësisë, krijues i cili në mesin e gjithë krijesave na dalloi neve si njerëz me shumë begati dhe mirësi, na veçoi me udhëzimin e drejtë, udhëzimi i cili është në shërbimin e mendjes tonë, mendje e cila na dallon nga gjitha krijesat për ta dalluar të mirën nga e keqja, udhëzimi i cili është ilaç dhe melhem për zemrat dhe shpirtat tonë, udhëzimi i cili është i vetmi sistem që rregullon dhe sistemon jetën tonë në formën më të mirë dhe na mundson që frymën e fundit Allahut faqebartë ja dorëzojmë. Lavdia dhe bekimi qoftë për ftyrën e ndriçuar, për vullën e pejgamberëve, për Muhammed Mustafan, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik dhe për gjithë ata që ndjekin yrnekin e pejgamberit alayhis salam me plot nder, respekt dhe burëri deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, në këtë hutbë të xuma, në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë të madhe do të ndalem në një paralajmërim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, paralajmërim i cili është një këshill, është një mësim udhërrëfyes për çdo gjenerat, për çdo kohë deri në ditën e fundit. E sidomos për neve që jemi hisetar të kësaj kohe, jemi pjesëtar dhe antar të kësaj kohe dhe të këtyre mundësive që janë plot mundësi të mira në të mirën tonë dhe për të mirën tonë në këtë jetë dhe botën tjetër. Por gjithashtu jetojmë para shumë mundësive të këqija në rrezikshmërinë e jetës tonë për këtë botë edhe botën tjetër. Një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në prani të një sahabiu të nderuar me emrin Thuban, tha pejgamberi alayhis salam, do t'ju informoj për një kategori të njerëzve që në ditën e llogarisë do të vinë me vepra aq të mëdha sa që paraqitja e veprave të tyre do të jetë sa madhështia e një kodre shumë të madhe. Mirë po Zoti i madh, këto vepra me këtë madhësi të madhe do t'ua asgjëson dhe do t'ja përllogarit me zero. Thubani, ky sahabi nderuar, kur i ndëgjoi këto fjalë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me padurim e pyeti pejgamberin alayhis salam, nëse ky sahabi, nëse ky njeri që ishte ndjekës i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam jetonte në kohën e artë, në kohën ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte melhem për çdo një dukuri negative dhe të keqe, e kapi rënqethja. Atëherë ne në këtë kohë, 1400 vjet pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me plot peripeci, me plot probleme, me plot dukuri të këqija, sa duhet na të rënqethemi dhe sa duhet na të frigohemi për këtë paralajmërim, për cilën tha pejgamberi alayhis salam, nga ummeti jem, nga ata që i besojnë Zotit edhe pejgamberit, nga ata që i besojnë ditës Kiametit dhe ditës së llogarisë, do të jenë një kategori e veçantë në kontekstin negativ. Atëherë na sa duhet më u frigue në këtë kohë që po na ngulfat e keqja, po na ngulfatin dukuritë e këqija për çdo ditë. Por çdo ditë jemi bë imun vetëm të ndëgjojmë keq e më keq. Thubani tha, ja Rasulullah, sif lana menhum, na trego kush janë këta njerëz, që mos jemi prej tyre, që të mos lodhemi kot, që të mos jemi prej atyre që në ditën e llogarisë kur t'i shohmi veprat tona të mira, të befasohemi edhe të mahnitemi, por në momentin kur do të vjen radha me u llogarit dhe me shpresu se ti Zoti ka me të nderu me shpërblimin e pakufishëm, Allahu do t'i përllogarit me zero gjitha veprat tuaja të mira. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha këta njerëz do të jenë sikur ju, në dukje, në kolektiv, në shoqëri, edhe këta do të falen si ju, edhe këta do të japin zeqat si ju, edhe këta do të agjerojnë si ju, edhe do të falin ditën e xumës si ju, dhe në kolektiv, në jetën kolektive do të jenë njëtë si ju. Mirë po në momentin kur ju jepet mundësia me i shkel ndalesat e Zotit, atëherë
shihet qartë karakteri i këtyre njerëzve se kush janë në realitet këta njerëz. Ata pa hezitim dhe me nxitjen më të madhe ata e shkelin ndalesën e Zotit. Vëllezër të nderuar, për këtë kategori na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na i tërheq vërejtjen dhe na thot keni kujdes, sidomos ju që jetoni në këtë kohë që në çdo cep na rrethojnë të këqijat dhe mundësit për t'i shkel ndalesat e Zotit. Vëllezër të nderuar, te Zoti i Madh nuk peshojmë edhe nuk llogaritemi për burra të mirë, edhe për musliman të mirë me shumë vepra tona të mira, me shumë namaz, me shumë zeqat, e me shumë agjerim, e me shumë sadaka, e me shumë haxh. Jo, te Zoti i Madh llogaritemi me ndërgjegjen tonë të lartë, me ndërgjegjen e cila e cilëson dhe e nxjerr në pa dhe në shesh njerëzillëkun tonë. E që këtë mundësi Zoti ja jep secilit që çdo njanit me ia bën me dije dhe të njoftohet me vetveten se kush je në realitet. Na në jetën shoqërore, në kolektiv, në sy të njëri tjetrit mundohemi të paraqitemi me një standard tjetër, mirë po kur largohemi nga kolektivi dhe na jepet mundësia për t'i shkel ndalesat e Zotit, me njëherë dekonektohemi dhe e prishmi lidhjen mes neve edhe Zotit Madh. E Allah në Kur'an po thot, liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Allahu po thot në Kur'an, unë thot çdo njanit ja jap mundësinë në situata të veçanta që çdo njani ta sheh vetveten se a është ai i cili paraqitet para kolektivit, a është i njëjti edhe kur është jashtë syve të njerëzve. Dhe kjo mundësi na jepet krejtëve, sidomos në kohën e sodit, sidomos sot në kohën e teknologjisë, që na e kemi mundësinë në çdo çast dhe në çdo kohë që t'i shkelmi ndalesat e Zotit. Thot Ibnul Qayyim el-Jauzi, thot besimtari i cili është me ndërgjegjen e tij të lartë, besimtari i cili jeton me një standard, pa marrë parasysh a është në kolektiv, a është në vetmi, ai ja ka siguru vetvetes që ai të ketë një përfundim të mirë. Vëllezër të nderuar, përfundimin e mirë që na e ëndrojmë, ajo nuk na vjen me shkop magjik, ajo nuk na vjen rastësisht, ajo nuk na vjen pa merit, por na vjen sipas asaj që na e mbjellmi për vetveten tonë. Dhe thot Ibnul Qayyim el-Jauzi, e ai i cili jeton me dy standarde, ai i cili në prani të njerëzve paraqitet evlia, paraqitet burr i mirë, paraqitet se është me vlerë, mirë po kur largohet jashtë larg syve të njerëzve, e ndron teshën e tij, e ndron standardin e tij, e bën update vetveten për ta treguar realitetin e tij, thot ky e ka rreziku përfundimin e tij që të ketë një përfundim të keq. Vëllezër të nderuar, sot jemi në këtë kohë pikrisht që e kemi mundësinë dhe mundësia është e madhe për të jetuar me dy standarde. Andaj të mos e rrezikojmë vetveten dhe të mos e mashtrojmë vetveten se ky namaz neve do ta shpëton, ose ky agjerim neve do ta shpëton, ose kjo sadaka neve do të na shpëton. E në jetën reale, në bashkëpunim me njerëzit, jetojmë me një standard të tjetër. Kur të na jepet mundësia për interese tona personale, na e shkelmi ndalesën e Zotit, tu mendu rrejshëm se namazi i xumaz dhe namazi brenda ditës edhe natës do të na pastron nga çaj i gjuna që unë e kam shkel brenda ditës edhe natës. A dini o vëllezër sa njerëz jetojnë me këtë standard, sepse këta e dëshmojnë na për çdo ditë ato që janë të xhamisë, prej vetmit njerëz na ankohemi, i xhamisë ndryshe është në xhami dhe ndryshe është jashtë xhamisë. Kjo është me jetu me dy standarde, të mos lodhemi kote vëllezër të nderuar, të mos na shkon mundi huç, sepse në ditën e llogarisë do të befasohemi për skeçi, kurse Zoti i Madh për ata njerëz që jetojnë me një standard,
Dhe këtu është burnia o vëllezër. Këtu është imani. Për këtë neve na flet Islami. Për këtë na falemi. Allahu na thret me fal namazin, por namazin na thret për këtë çështje shumë të rëndësishme që të jetojmë me ndërgjegjen tonë të lartë edhe të pastër. Kur të jepet mundësia me bë një vepër të keqe, të mos shef askush, ti mos me bë atë vepër, jo se nuk të shef dikush, por mos me bë atë vepër se e din se është duke të përcjell Zoti i Madh dhe e shpreson shpërblimin e madh në ditën e llogarisë, dhe jo me rrit vetveten dhe me thonë unë këtu kam me shkel këtë vepër, unë kam me shkel këtë ndalesë, unë kam me bën këtë vepër keqe, se unë tash do ta fali namazin e ikindis, se ka thonë pejgamberi alayhis salam, namazi deri në namaz i pastron gjitha gjunat. Kjo është një hile që neve shejtani po na mashtron për çdo ditë dhe po jap një shembullin më të keq edhe për muslimanët, edhe për ata që janë jo musliman. Kurse neve Islami, kurse neve Kur'ani, kurse neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na flet që të na formon në një standard, në një karakter të shëndosh, të jemi të vërtet, ata që jemi në xhami, të jemi edhe jashtë xhamisë, sepse Zoti i Madh thot në Kur'an, innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ata që jetojnë me një standard, jo me dy standarde. Na sikur se ja kemi legalizu vetvetes me disa hadithe të pejgamberit alayhis salam që i kemi keq kuptuar për t'ja legalizu vetvetes që të jetojmë me dy fytyra. Të jetojmë edhe alla franga, të jetojmë edhe alla turka. Kështu nuk shkon o vëllezër të nderuar. Kështu nuk shkohet në xhenet dhe kështu nuk shkohet te Zoti i faqebardh, sepse Allahu në Kur'an thot innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ai që jeton me një standard, qoftë në xhami, qoftë jashtë xhamisë, qoftë në biznesin e tij, qoftë në pushimin e tij, qoftë jashtë vendit të tij, qoftë para telefonit, qoftë para rrjeteve sociale, kudo që është, i ka frikë respekt Zotit Madh. Allahu thot, lehum magfiratun, këta e meritojnë faljen e Zotit. Për çka falemi o vëllezër të nderuar? Për çka japmi zeqat? Për çka xherojna? Për çka i bojna veprat tona të mira? I bojna për ta merituar faljen e Zotit. E po Zoti po thot, këto vepra që i bani duhet me i bë për të jetuar me një standard. Nëse ju kretë këto vepra i bani për të jetuar me dy standarde, jeni të ulodh kot. Jeni të ulodh kot sa që një ditë keni mu dëshpru shumë. Një ditë keni mu habit me vetveten, e mos thoni masanena se nuk na ke paralemru. Pejgamberi alayhis salam para 1400 vjetëve na ka paralemru dhe na ka thonë, keni kujdes, mos jeni prej kësaj kategorie. Islami ka rregulla, Islami ka rend, Islami ka parime, Islami nuk ka hatër, Islami nuk ka qef, Islami ka parime dhe ka rregulla, dhe ai që i përmbahet rregullave, ai do të jeton faqebardh dhe do të vdes faqebardh. Lehum magfiratun wa ajrun kabir. Vetëm ata që jetojnë me ndërgjegjen e tyre të pastër dhe të lartë, jeton me një fytyrë, kudo që është, ai e meriton faljen e Zotit. Qetër kush s'ka, është i privum, ke fal, kot që je fal, ke agjeru, kot që ke agjerue, ke dhonë zeqat, kot që ke dhonë zeqat, ke shku në haq për çdo vjet, kot që ke shku në haq për çdo vjet, se t'ka tregu pejgamberi alayhis salam, se këta njerëz në ditën e kiametit, kur do t'i shohin veprat e tyre të mëdha, do të habiten dhe do të shpresojnë se do ta fitojnë xhennetin, mirë po Zoti i Madh do t'i ban këtë hije plu. Pse? Se ke jetu me dy standarde. Ke jetu me dy karaktere, që muslimanit nuk i ka hije me jetu me dy karaktere. Kur thush po, let jetë po, dhe kur thush jo, let jetë jo. Namazi jot është adresa më e mirë, namazi jot, islami jot, adhurimet tuaja janë adresa më e mirë për të treguar se kush je ti realisht. Mirë po, na shpeshherë po e përgënjeshtrojmë dhe po e nënçmojmë islamin ton, edhe namazin ton, edhe xhuman ton. Lehum magfiratun wa ajrun kabir. Jo vetëm se do ta meritojnë faljen e Zotit, por këto do ta meritojnë një shpërblim shumë të madh. E shpërblimi i madh nuk arrihet me shumë namaz.
Shpërblimi i madh nuk arrihet me shumë nafile. Shpërblimi i madh nuk arrihet me bë haxhin për çdo vjet. Shpërblimi i madh nuk arrihet me dhon sadaka për çdo ditë. Shpërblimi i madh arrihet me një ndërgjegje të madhe dhe të lartë. Çfarë është ai shpërblim? Çfarë nderi është ai i madh për cilën na flet Kur'ani dhe na flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? O vëllezër të nderuar, mejdani i ahiretit nuk na humb. Mejdani i ahiretit nuk na hik. Mejdani i ahiretit na pret për çdo ditë. Mejdan i cili për çdo ditë jemi më afër edhe më afër. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ky është ai mejdan të cilën do ta gëzon nderin e saj vetëm personi i cili ka jetuar me një standard, ka jetuar me një karakter të shëndosh, ka jetuar me një ndërgjegje të pastër dhe të lartë kudo që ka qenë dhe me këndo që ka qenë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit me ndërgjegje të pastër dhe të lartë do të jenë në ditën e llogarisë, në hijen e arshit të Rahmanit. Do të jenë në hijen e arshit të Rahmanit. Nuk tha ata që i kanë falë, nuk tha ata që kanë agjëruar, por tha ata që kanë jetuar me ndërgjegje të pastër dhe me ndërgjegje të lartë do të jenë në hijen e arshit të Rahmanit. Kurse tjertë ndjersa do t'i mbulon deri në zogin e kamës. Disa tjerë do t'i mbulon ndjersa deri në gjunjin e kamës. E disa do t'i mbulon deri në bel, e disa deri në fyt, e disa deri në kokë. E këta do t'jenë prej atyre që janë falë, mirë po nuk kanë jetu me ndërgjegjen e pastër. Këta do t'jenë prej atyre që kanë agjëru, mirë po nuk kanë jetu me ndërgjegjen e lartë dhe të pastër. Këta janë ata që ndoshta haxhin e ka bë për çdo vjet, mirë po nuk kanë jetu me ndërgjegjen e tyre të pastër. Andaj vëllezër të nderuar, për këtë neve na flet Islami, se e vetmja krijesë na jemi qenja njerëzore që Allahu e ka krijuar ndërgjegjen te njeriu që me jetu në emër të ndërgjegjes. Dhe këtu Islami e thekson ndërgjegjen e njeriut. Islami ka ardhur për ta ngrit dhe për ta zhvillu ndërgjegjen e njeriut. Ndërgjegja e njeriut është ajo që i ruan veprat tona të mira dhe mos ndërgjegja është ajo që i zhduk dhe i eliminon dhe i azgjëson veprat tona të mira edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. E lutem Zotin e Madh që Allahu neve të na udhëzoj, Allahu neve të na drejtoj, Allahu të na ngrit ndërgjegjen tonë njerëzore dhe të pastër me cilën na duhet të jetojmë dhe me cilën na duhet të japin shembullin më të mirë në shoqërinë tonë, që të jemi shembull i mirë, që dikush kur të na shef duke u fal, ti mbet lakmi namazi jon. Dikush kur të na shef duke bë haxh, që ti mbet lakmi haxhi jon. Dikush kur të na shef duke bën një vepër të mirë, që ti mbete lakmi vepra jon e mirë, e të mos jetë e kundërta, ashtu sikur se po e shohim shpesh herë, po i ndëgjojmë fjalët e njerëzve, ata të xhamisë nuk janë shembull i keq. Ata që po shkojnë në haxh nuk janë shembull i keq. Megjithse na nuk duhet t'i përfshijmë krejt, mirë po na duhet të dominojmë me ndërgjegjen tonë të pastër, se me këtë dallohemi te njerëzimi edhe te Zoti i Madh, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.